Këtë javë kemi miratuar dhe aktin e premtuar normativ për uljen e akcizës së naftës në momentin kur nafta si pasojë e impaktit të luftës mbi tregjet ndërkombëtare të kalojë limitin e 220 lekëve. Pra, ulja e akcizës me 20% është një masë që hyn në fuqi menjëherë kur çmimi i naftës kalon 220 lekë për litër dhe ai benzinës 200 lekë për litër. Këto pragje janë paracaktuar për të garantuar një ndërhyrje të drejtë dhe të balancuar në raport me zhvillimet e tregut, të cilat janë zhvillime që ne nuk i kemi në dorë, nuk jemi shkaktar të tyre dhe nuk kemi as fuqinë që t'i ndalojmë, përveç se kemi detyrimin që t'i trajtojmë në funksion të amortizimit të goditjes së menjëhershme mbi konsumatorët, pa cënuar nga ana tjetër stabilitetin e financave publike në një kohë kur pasiguria në tregjet ndërkombëtare mbetet e lartë dhe po aq edhe dinamike. Masa do të mbetet në fuqi deri në stabilizimin e plotë të situatës ndërkombëtare, ndërsa bordi i transparencës që është vënë në lëvizje do të mbetet garant i çdo zhvillimi në tregjet globale për të reflektuar menjëherë në mënyrë të drejtë dhe të verifikueshme atë çka duhet ndodhë në tregun vendas. Ky është një reagim i duhur, i matur, në kohë, që garanton vendimmarrje të shpejta, që mishuron përgjegjësi të plotë dhe që do të bëjë të mundur që qytetarët, drejtuesit e automjeteve, të mos abuzohen